Dua të flasim pak edhe për mbulesën. Si erdhi deri te ky vendim? Kjo ka qenë një dëshirë e kahmoçme, ka shumë vite me radh. Unë prej fëmijë kam qenë tip shumë besimtar dhe ndoshta edhe jam veçuar, jam dalluar edhe prej anëtarëve të tjerë në aspektin e besimit, në aspekt, domethënë unë gjërat i marr jo vetëm në aspekt të besimit, edhe në aspekt të komit, edhe në aspekt të gjinisë. Unë domethënë asaj gjëje që unë i përkas, unë e ruaj me shumë xhelozi të madhe edhe e përjetoj shumë shpirtërisht. Domethënë, ndaq thash në aspekt kombëtar, në aspekt fetar, në aspekt të gjinisë, në aspekt të kur jam nënë etj dhe kështu e kam shprehë edhe aspektin fetar dhe pastaj kam filluar të lexoj sa më shumë, të thellohem, ranin edhe libra të tjerë, pastaj të mësoj të falem dhe kam ndjer si nevojë që të falem. Dhe kjo ka qenë pikërisht në fazën kur ende nuk e kisha përfunduar doktoraturën dhe duke pasur edhe probleme, sfida të tjera, nga më të shumta, domethënë kam pasur shumë sfida dhe momenti që mua më ngriti në këmbë dhe më mbajti fort, fuqishëm, ka qenë namazi.